Territori i Kosovës për datën 14 maj do të karakterizohet nga mod kryesisht i kthjellët, me vranësira të lehta kalimtare në zonat verilindore gjatë pasdites, pa rreshje të pritshme në pjesën më të madhe të vendit. Temperatura minimale do të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 4 deri në 9 metër për sekond dhe në zonat kodrinore deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 9 deri në 22 gradë Celsius. Podujev 9 deri në 21 gradë. Skënderaj 9 deri në 21 gradë Celsius. Pej 10 deri në 22 gradë. Prishtinë 9 deri në 23 gradë Celsius. Gjakov 10 deri në 22 gradë. Malishev 10 deri në 21 gradë. Gjilan 9 deri në 22 gradë. Ferizaj 9 deri në 22 gradë Celsius. Kaçanik 10 deri në 21 gradë Celsius. Suhare 10 deri në 21 gradë. Prizren 10 deri në 22 gradë Celsius.